Big Brother Kosova është një nga formatet televizive më të ndjekura dhe më të diskutuara në Kosovë dhe më gjerë në hapësirën shqiptare. Që nga fillimi i tij, ky reality show ka zgjuar interes të madh të publiku, duke u kthyer në një fenomen social, mediatik dhe kulturor. Big Brother nuk është thjesht një program argëtues, por një pasqyrë e shoqërisë, e marrëdhënieve njerëzore dhe e mënyrës se si individët sillen nën presionin e vëzhgimit të vazhdueshëm. Formati i Big Brother bazohet në izolimin e një grupi banorësh në një shtëpi të përbashkët, ku çdo lëvizje e tyre monitorohet nga kamera 24 orë në ditë. Në këtë ambient të mbyllur, banorët përballen me sfida, nominime, debate, miqësi dhe konflikte, ndërsa publiku ka rolin vendimtar në përcaktimin e fituesit. Big Brother Kosova ka arritur të përshtasë këtë format ndërkombëtar me realitetin dhe mentalitetin vendor, duke sjellë personazhe me prejardhje, karaktere dhe botë kuptime të ndryshme. Një nga arsyet kryesore pse Big Brother Kosova është kaq i ndjekur është identifikimi i publikut me banorët. Shikuesit shohin veten, familjarët apo shoqërinë e tyre të reflektuar në sjelljet dhe reagimet e konkurrentëve. Debatet për moralin, besnikërinë, strategjinë, dashurinë dhe tradhtinë janë tema që prekin drejt për drejt jetën e përditshme. Përmes këtyre situatave, Big Brother shndërrohet në një arenë ku diskutohen hapur çështje sociale që shpesh mbeten tabu. Big Brother Kosova ka pasur ndikim të madh edhe në median dhe rrjetet sociale. Çdo episod, debat apo ngjarje brenda shtëpisë shndërrohet në temë diskutimi online, duke krijuar reagime të shumta, mbështetje apo kritika për banorët. Shpesh, konkurrentët dalin nga shtëpia si figura publike, duke ndërtuar karriera në media, muzikë apo fusha të tjera të showbizit. Kjo tregon fuqinë që ka ky format në krijimin e famës dhe në formësimin e opinionit publik. Megjithatë, Big Brother Kosova nuk ka qenë i lirë nga kritikat. Disa e shohin atë si një program që promovon konflikte. Si jo.